është e dënueshme edhe... Këtu kërkojnë ndjes vetë ai, po ndonjë institucion në Shqipëri nuk mund ngrit ama. Ajo, për mua ama duhet të ngrihet. Mund tupes që sigurisht... Prandaj bëri përpakthyer. Ajo për mua... Për intervistës mund tupes, ajo prek sensibilitete, mos që pas reagimit të vazhdon me atë. Por duhet kemi parasysh një gjë, që prandaj thashë nuk është fenomen shqiptar. Ndiqini fushatat, përveç këtyre autizmit. Fakti që është vetëm fenomen shqiptar, nuk justifikon faktin që ne në Shqipëri të ndjekim shembuj më të këqij të fushatave që zhvillojnë gjë. Se nëse po çmendet bota të paktën. Ajo e autizmit është e dënueshme dhe për mua autoritetet audiovizive në Shqipëri për atë të autizmit duhet të reagonin. Madje ku di unë të vinin dhe gjobze, nuk e di se ku. Fukse se prek sensibilitete të 10-100 familjeve në Shqipëri. Për të tjerat, nuk e di qamë sankcionesh ekzistojnë, prandaj po them kot. Kurse për të tjerat, gjua e fushatës është shumë e ashpër më dhe i jashtë. I quajnë, i akuzojnë... E ashpër është një gjë. Bullizuese është diçka tjetër. Unë të them të se ashpër jam dakord. Promovimi pornografisë, ke bërë është korrupsion. akt kriminal, më burr. Promovimi pornografisë është akt kriminal. Është akt kriminal, më burr. A zoti Rama ka në dorë me autoritetet që ato foto ti hiqte, ti fshinte. Po jo vetëm që nuk e fshin, po përkundrazi e promovon. Pra ky njeri që ka në dorë të fshi TikTokun, pas ka harruar të fshi fotot e veta, për çai laj aty? Se nuk i thot do ta kepit, nuk i thot do ta ja kepit që ti fshi ato foto. Jo, sepse duhet binin gradë skillë me kogjit e tij. Po pra kjo është tema. Shiko, nuk është se edhe shiko. Itaj, një minutë ja për fjalën Itaj, të se. Dakor, mos edhe gjua, prandaj po them unë në fushat, ndonjëherë te kalojnë termat dhe tani PD-ja Ramës çfarë si thot valla. Me kartel, kriminal, narkoman, narkoshtet. Po prej vitesh kjo histori. Nuk i ka dhënë ndonjë efekt të Gjua e fushatës, përveç se... Edhe kartelët nuk janë zori opozita, në fakt janë zorën mediat që sot ka në mbështetje të vetë. Përveç se ato që prekin sensibilitete shoqërore. Mero baze. Po mero baze që janë dhe Buke Berisha. Po s'ka rëndësi, po media ishte për ta. Po ti themi që rrasë që janë sagjera si që. Në rregull, po i duhet tash i prandaj. Kam përshtypjen se ja pra ku dalim te ajo që thot Bledi, që kur i duhet diçka. Po patjetër, po ç'a duhet të thotë? Ç'a duhet bëja ai tani? Duhet marrë vendime se ç'do PD-ja. Ai më interesit më nëse po jo. Ja pra kjo është muhabeti. Ka vetë me këtë histori. Kam përshtypjen se nuk është ndjekur e plot fushata dhe takimet e zotit Rama. Takimet e tij janë paradita me inspektime në vendet ku janë nisur projektet, aty ai jep mesazhet për programin, ku flet konkretisht. Që në fakt kjo më duket duhet të jetë krim zgjedhor në kuptimin të shkosh te inspektimet aty ku janë investimet e qeverisë. Periudhë zgjedhore ka raportuar Celibazhi te ambasada gjermane te krim zgjedhor. Kam përshtypjen nuk është ndjekur e plot. Në momentin që më lejo ta them të plot. Nuk ka lidhje. Ta them unë, se nuk është ndjekur mund të isha kritik. Nëse projekti ka nisur para asaj, ai mund ta promovoj sa dojë. Tani, gjatë paraditës, drekës, Rama shkon aty ku janë veprat publike, bën inspektive dhe jep vetëm mesazhe që janë programore. Pas dite kur janë, pra është një regjistër, janë dy regjistra. Regjistri teknik është dhe regjistri provokativ në stilin e tij, edhe me këto element që edhe për mua nuk është se janë të mira për të dëgjuar, po janë në stilin e tij, por nuk është e vërtetë që nuk flitet për programin. E vetmja gjë që zoti Rama bën është për programin dhe për elemente konkret që lidhen edhe me vimin e 4 viteve që vinë në programin që ka Partia Socialiste, ai e bën ka zgjedhur ta bëjë gjatë paraditës dhe drekës. Në takimet që ka me gratë, takimet që ka pastaj në pallatet e sporteve me publik të gjerë, nuk futet në elementet që kanë të bëjnë me teknicitetin e programit, por futet tek show. Futet tek show, futet te fjala qyri, kthojeni të dashurit, nëse është me PD-n, ktheni të votojnë për PD-n. Po lërini të dashurit nëse votojnë PD-n. Është tek elementi i show-ut. Pra është një ndërthurje, po ta shikosh. Është një ndërthurje dhe me sa shikoj unë, pjesa më e madhe e opinionit publik nuk e ndjek, ose ndjek shumë pak. Dhe me të drejtë, pjesa teknike është pjesa më e lodhshme që të ndjekësh një politikan që flet për shifra. Sa rrugë janë bërë, sa rrugë do bëhen, sa kilometra, jo projekti aty, projekti këtu. Mirë, politikanët kërkojnë kë për video, apo kërkojnë vota pastaj? Ajo që është sensacioni ndiqet më shumë me sa po kuptojnë. Dhe Rama është duke bërë të dyja. Liderat e mëdhenj e duke Rama është duke bërë të dyja, por është në dy regjistra, mos ta ngatrojmë. Pra është të dyja, por fakti që bën më shumë. E kuptoj që nga për qytetarët është më e vështirë të dëgjosh një program. Por është duke bërë. Të tërheqi kjo. Po është ajo që thot Iliazaj, liderët edhe ne si media. Ne duhet ta edukojmë qytetarin. Jo ti shkojmë ne për shtat. Asaj që kërkojnë qytetarët. Është duke i bërë të dyja. Se masa. Dgjoj, është duke i bërë të dyja, nuk po i mungon as element, as elementi tjetër. Thjesht
njerëzit, ndoshta për shkak të angazhimeve të tyre, përfshi dhe paneli me sa pa shumë, nuk e kanë ndjekur. Unë për shkak se ne i japim edhe live elementet, i ndjekim pak më shumë dhe shikoj që flitet po ta ndash në përqindje, 70% është program, 30% është gallat. Çfarë thumë? Dhe 30% që bën më shumë jehon se sa pjesa e programit. Po të futesh para dite, drejt ta ndjekësh inspektimet e tjera, flitet vetëm për program, nuk ka batuta. Cilin program? Po programin që ka. Programet e projekteve që janë në për ngojnë. ekonominë, për infrastrukturën, për shëndetësinë, arsimin, rendin, takimet që bën me grupet e interesit, me biznesin, për taksa, për tjetrën. Po cilat më? Po të gjitha më. Mi më thuj një që ka ngel mendje. Qa premto për taksat? Për taksat, vimësi të programi që ka, taksa progresive, do të jetë njëjtë, dividendin që Zoti Berisha ngatroi do jetë për kapitalin në 7%. Aty ke halli se ngatroi Berisha. Po jo, mos e kam hallin aty. Po dhe ka një element dhe pjesa tjetër. Po se halli dividend, halli pasionarëve është. Gjithë fushatat jetë bazuar në seriozitet. Po le se shohim të dy njëra gjëra tash dhe sepse kemi bërë një audiencë e cila e do dhe batutën, e do dhe stilin do dhe të qeshi. Ka dhe elementet e shohut fushata politike. A duhet jetë kjo e gjitha kështu? Po nuk duhet jetë. Por a ka më shumë, a të rejtë më shumë më shikoni mua nu, do show është kjo? Ko a të regon që jeni optik show është kjo? Mund t'i thua? Jeni qyri, kishë show është kjo? Një pyetje të shkët kam për ju. Dakord, mirë, shau Saliun, se Saliun po nuk jam Unë jam dakord, por ka një element që refuzon atë që ndoshta atë që them unë. Çfarë si thua? Ai e babati kur dëgjon që kryeministri vend thotë fëmijëve, ti mendon që fëmijët e mi do t'i lë të shikojnë kryeministrin? Ore, po është në internet çdo gjë sot o Arbër. Po jo, është në internet çdo gjë sot o bërë. Sondazhet më e kërkuar, direkt ishte Xhama Nuto. Ja sa ti do shkojmë te sondazhet. Sondazhet tregojnë që kjo është një gjë që i shkon për shtat zotit Rama. Kështu që zoti ja lut. Dhe fakti që e bën nuk është një gjë spontane a priori. Mi prej ka studiuar, dakor, të kuptojmë, po. Edhe fjala me kërkuara, pse kërkojnë ata? Mos harroni një gjë. Është një teori e komunikimit, është përcaktimi, e kam thënë disa herë dhe do ta them, meqense kam në test të doktoraturës time të komunikimit, përcaktimi i agjendës së debatit publik. Pra Rama po të lexosh, mjafton disa teori të thjeshta të komunikimit e gjente të gjitha teoritë e komunikimit. Ndoshta jo te mënyra dhe te gjuha që përdor, por e gjen sepse përcaktohet agjenda e debatit publik. U kthye në fushat dhe në diskutim në pothuajse gjitha mediat debati që pati Rama me Venozin. Tani këtë bën se është jafta i me këto që thonë, apo se ka kapur median tërësi? Ndoshta dëgjon ekspertët. Ata ekspertët nuk besoj që ai i lexon vetë. Unë besoj që dëgjon ekspertët që ka pranë vetes. Dhe ekspertët se është eksperti vet, po unë besoj që dëgjon. Është kjo që thot Ilias. Unë besoj që dëgjon sepse të gjitha teoritë e komunikimit e gjen pjesën më të madhe të diskursit dhe të sjelljes që ka zoti Rama me kamerat. Nuk e gjen shumë tek opozita. Dhe fakti që e gjen do thotë që ai nuk është gjeni. Unë nuk besoj që ai është gjeni, është mbi njerëzor. Jo. Unë besoj që ai ata ekspertë që ka mirë ka qenë edhe është ai drejt po shjetër gjë publicisti. Po nuk është publicist çurik. Këtu dalim se edhe Bledi tani ju ndërzuar. Nuk është kaq publicisti mirë. Po primë tani se këtu tani fillojmë të komplimentat në Ramën. Dolëm nga kritikat që ja njeh gjithë qyteti mos ja njeh. Bledi pastaj kur thotë që këtu relativizohet. Se vërtetësisht aftësinë të shkruarit të Ramës tani se çfarë nuk është ja kemi vënë dyshim tani që important që edhe nga këto që dëgjojmë. Nuk është pak e tepërt, po. Kjo është media kjo është një fjalë keywords e cila ngjit në gjem pa bën. Është marrë histori. Një fjalë e dur që ai gjen tek njerëzit. Dhe thon si e tha, pse e tha, hyn debatet njerëzit pastaj në rrjetet sociale. Por për mua është shumë e studiuar. Nuk është një gjë spontane, absolutisht jo. A e falin shqiptarët këtë lloj pavarësisht se që ka studiuar? Ata votojnë. A u bën përshtypje apo u duket sikur po shohin portokalli edhe kënaqen? Një të qeshur. Ne po flasim shumë. Ta erla shiko, ta impostojnë pak debat. Ne po flasim çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, apo çfarë është efikase dhe çfarë nuk është efikase. Se nëse flasim çfarë është e drejtë dhe çfarë është gabuar, është tjetër diskutim. Çfarë është efikase në fushat dhe çfarë nuk është efikase, është tjetër diskutim. Se të ndajmë tani, e kupton se o do bëjmë, o do themi çfarë është e drejtë, çfarë është e moralshme, ose çfarë është efikase dhe çfarë është nuk efikase. Janë dy komplet, do t'i themi vetë dy. Se kam një pyetje tash. Me pa foto e kështu porno është pa moralshme?
Manjan, këtu s'ka lidhje fare krahasimi që ti po bën tani, që mos të kalojmë të diskutojmë. Ka kështu me pin bile ta nxjerrin televizor aty të kënaqur. Ajo është Angela Merkel ka patur foto në rrjetet sociale, në internet, nudo, kur ishte në rinin e saj me partinë e vetë. Në fakt, krahasuar nuk është se është mirë bukur njëri apo tjetri, Manjan. Janë të dy, po flasim për Angela të merr tani. Flasim për një elektorat që ishte elektorat e emancipuar. Maja krokodilit, le tani çfarë mund të bëj? Flasim për një elektorat gjerman, elektorat i emancipuar, elektorat i kulturuar, i cili dhe partit, po themi nacionaliste, nuk i këse i ka dashur dhe i ka votuar deri në zgjedhjet e kaluara. Dhe pati ndonjë efekt dhe aty në të kundërt jo. Njerëzit nuk e ngatruan jetën private me jetën politike. Mirë. Kaq. Po pra ne kemi 4 ditë që po flasim për foton ndërkohë. Një sekondë. Po flasim për foton, jo, unë nuk jam te fotoja. Si po për çfarë po flasim? Nëse po flasim për integrimin e BE-s-të këtu, jo, po flasim për ministrin nga opozita që shikoi Xhmerama etj, edhe pa filluar debati. Nuk e kam tek fotoja, unë vetë foton e kam parë. 3 ditë që në media që nuk ndikoj fare tek përkundërzi. Ka 3 ditë që diskutohet kur doli ka 3 ditë që flitet për këtë çështje. Ka 3 ditë që flitet për këtë çështje, Erla. Nuk ishte tek kjo. Eficienca pra që thot ai. Ai mendon që është eficiente ajo. Tani ç'të themi, ç'a komenti ti bën? Nuk e relativizoj. Nuk është e drejtë, pra nuk është e drejtë. Jo, por edhe drejtë subjektive, mos është drejtë për ty, po do bëjmë dakord. Po në rregull, pra. Parimisht, moralisht, edhe është drejtë, edhe morali është subjektiv, mos secili ka dy drejtë. Para se të shkojnë në reklama, a dëmton në fushat kjo lloj gjuhe, a do ja falin shqiptarët apo s'u bën përshtypje fare? Shikoj, mendoj fort që nëse këtu ka zgjedhje normale, pa diktuara dhe të pagrabituar. Se për autikun politik u reagua fort, të paktën me sa pash. U reagua se reagoi vetë ai. Pa për këta institucionet e gjëre që merren. Jo, po flas për rrjetet sociale dhe për komentet e njerëzve. Këto pocaqira tipit avokati i popullit, këto organizatat e OJF-ve maskarinë. Këto do të shqetësojnë ty Manjan në fakt. Jo dinjiteti i Dumanit edhe i Çelës që shkon te ambasada gjermane.